Kryetari i Komunës së Tetovës Bilal Kasami ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Nuhi Aliun, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Pas marrëveshjes, Kasami tha se bëhet fjalë për një akt që nuk është ceremoni, por për një zotim sepse ekonomia lokale kërkon më pak fjalë dhe më shumë ura bashkëpunimi. Tetova ecën përpara kur institucionet dhe biznesi flasin të njëjtën gjuhën e punës dhe zhvillimit. Nga ana tjetër, kreu i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Nuhi Aliu, tha se bashkëpunimi ka të bëjë me pjesëmarrjen e kompanive, pjesë e kësaj ode ekonomike që të jenë konkurrues në tenderët e kësaj komune. Sigurisht që ky bashkëpunim me bizneset ka ekzistuar edhe në të kaluarën, por tani më ky bashkëpunim bëhet në bazë të këtij memorandumi dhe kjo do të jetë në funksion të përkrahjes së bizneseve, por njëherët edhe bizneset do të jenë në funksion të zhvillimit të gjithëmbarshëm të komunës së Tetovës, sepse vlerësojmë që ky bashkëpunim është i domosdoshëm që komuna të mund të realizojë obligimet e saj institucionale dhe ligjore që i ka ndaj Tetovës dhe tetovarëve. Aty ku kemi mundësi për bashkëpunim dhe aty ku kemi mundësi që Oda dhe antarësia e Odës të kyçet në ato projekte të cilët komuna do t'i prezenton dhe do t'i publikon normal në mënyrë publike, ne si Odë Ekonomike dhe antarësia jonë është e gatshme dhe është e përgatitur edhe financiarisht për të marrë pjesë në ato tendere që do të organizohen edhe në ato projekte të cilët do të shpallen nga ana e komunës për realizimin e tyre, sidomos për projekte të cilët janë pak më shumë serioze dhe kërkojnë më shumë financa. Ne i lidham për krahje dhe njëkohësisht ja uru mandatin e dytë kryetarit, kemi pas komunikime edhe në të kalumen, po tash diskutuam dhe u morëm vesh që komunikimi jonë të thellohet dhe komunikimi jonë të jetë në nivel për arsye se interesi është edhe i komunës, po edhe i Odës Ekonomike për të pas një bashkëpunim të sinqert, korrekt. Gjatë takimit u diskutua mbi nevojat dhe prioritetet e biznesit lokal, si dhe hapat konkret për përmirësimin e mjedisit ekonomik në qytet, me fokus në zhvillimin e qëndrueshëm dhe përfshirjen e bizneseve në proceset vendimarrëse.